A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. E falenderojmë Allahun e Madhërisëm që na mundsoi arritjen e përfundimit të kësaj dite dhe arritjen e pothuajse fundit të Ramazanit. Pra jemi në netët e fundit këtij muaji të bekuar, për cilën e falenderojmë Allahun pafundësisht, sepse të arrish në fundin e garës, përpos që është një mesazh nga ana e Allahut që jemi në rrugën e duhur dhe jemi në kërkim të sinqertë të mirësive të këtij muaji, nga anën tjetër është edhe kënaqësia e suksesit. Andaj nga kjo piknisje e diskutimit dhe ligjerimit, ne marrim mësim nga Ramazani i bekuar se ndjenja e kënaqësisë e suksesit është e papërshkrueshme. Vetë fakti që kemi arritur në fundin e Ramazanit, duke u munduar që t'i përmbushim gjitha përgjegjësitë tona ka shi Allahut, me agjerim, me namaz, me sadaka, me mirësjellje, me ruajtje nga harami, me shtimin e halallave kështu me radhë, kjo të jep kënaqësinë më të madhe që ekziston. Sepse ti e din që gjitha këto je munduar t'i bësh për hir të Allahut, dhe e di që në fundin e garës ka një shpërblim për ty. Kësaj është edhe me jetën tonë përgjithësi. Pra, Ramazani, ndër mesazhet që i përçon tek ne është ajo se mos u shqetëso, mos u mërzit sepse një ditë do të arrish në fundin e kësaj gare jetësore. Është e pashmangshme se fundi do të ndodhë. Ideja është si do ta përjetojmë fundin. A do ta përjetojmë si të suksesshëm apo si të dështuar. Dhe kjo është çështja që duhet na preokupoj. Prandaj përjetimi i një Ramazani të suksesshëm është një lloj ngrohtësie për shpirtin tonë, një lloj sihariqi, një lloj përgëzimi se kështu do të ndodhë me lejen e Allahut edhe në fundin e jetës tonë. Allahu thotë fastabiqul khairat, garoni në vepra të mira. Dhe normalisht ajo që neve na motivon për të garuar është arritja e suksesit, përjetimi i kënaqësisë së suksesit. Por është një sukses shumë më i madh se sa suksesi i përfundimit të obligimeve tona karshi Allahut, sepse këto janë mjete. E qëllimi është arritja e suksesit në jetën e përtejme. Allahu thotë në Kur'an: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Kushdo që mbrohet nga zjarri i xhenemit dhe futet në xhenet, ky është i suksesshëm, ky është fitimtari. Pra është një sukses shumë më i madh se sa çdo sukses tjetër jetës kësaj bote. Dhe realisht, çfarëdo suksesi në jetën e kësaj bote që të përjetojmë, duhet ta ndërlidhim me suksesin final, atë të botës përtejme, pra suksesin në ahiret. Prandaj kjo neve na motivon jetën e kësaj bote që të punojmë, që të angazhohemi, ne me kënaqësinë më të madhe ruhemi nga harami. Sado që harami mund të jenë joshëse, sepse është dëshira për me arrit xhenetin e Allahut, takimin me Allahun, ajo që neve na bën lehtësisht me të kalu haramet. Pra mos më ra prej harameve. Edhe nëse eventualisht mund të gabojmë diku, është istighfari, pendimi i sinqert dhe çdo herë ajo droja, në anën tjetër edhe uzdaja që me dal para madhërisë së Allahut si të falur dhe si suksesshëm. Pra kjo neve na motivon më shumëti. Dhe përjetimi i Ramazanit me gjitha peripecitë e veta, karakteristikat që i ka, neve në një farforme na ngroh shpirtin dhe na përgëzon para se me shku në botën e përtejme se një sukses të kësaj natyre, jo vetëm pjesërisht sikur se e përjetojmë në dynja, por të plot do ta përjetojmë në botën tjetër inshallah, duke u ruajtur nga zjarri dhe duke e synuar realisht dhe sinqerisht xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj çdo herë sa ta lexoni apo ta dëgjoni këtë ajet, ku thotë Allahu "Faman zuhziha 'anil nar", veç ndalu dhe mendoje çfarë thonë Allahu për ty. Kush mbrohet nga zjarri? Si të mbrohemi nga zjarri? Duke i respektuar urdhat e Allahut subhanahu wa taala. Kjo që kemi bën na përgjatë një muaji, pra në këtë muaj të Ramazanit, është dëshmia më e mirë se ne jemi duke e synuar mbrojtjen nga zjarri dhe hyrjen në xhenet. Pra, gjithë to kufizime, gjithë to edukime që ne i përfitojmë përmes agjerimit, namazit, sadakas, ruajtjes së syrit, ruajtjes së veshit dhe gjithë trupit ton, është mesazhi më i mirë se ne mund t'i arrijmë nëse duam. Pra thjesht duhet me dashur. Nëse na e synojmë mbrojtjen nga zjarri i xhenemit, Allahu ka më na mundsuar një gjatë tillë. Nëse na sinqerisht e synojmë hyrjen në xhenet, wa udkhila al-janna, e synojmë mbrojtjen nga zjarri dhe hyrjen në xhenet. Faqad faz, Allah thot, ky është i suksesshëm. Pra suksesi ynë është atëherë kur ne në ditën e gjykimit
na dalin para vetës. Gjitha këto angazhime, përkushtime ndaj Allahut Madhërisëm. Gjitha këto kufizime i kemi pranuar me kënaqësinë dhe me lehtësinë më të madhe, që nuk është e lehtë ti më kufizu vetes ushqyerjen dhe pirjen përgjatë ditës, apo nevojat fiziologjike. Nuk është e lehtë, por kur e bëjmë për Allah bëhet shumë e lehtë. Nuk është e lehtë që ti vazhdimisht me jetu për disa çaste me atë vetdijen e ngritur se ti nuk bën me shiku haramin, nuk bën me dëgju haramin, madje nëse dikush mundohet në një mënyrë apo tjetër ty me të orientu prej këtij përkushtimi, ti ja zën për të madhe, se nuk dëshiron ti me humb atë që e ke ndërtuar përgjatë këtyre ditëve të Ramazanit, sepse e din që në fund është momenti dhe koha e korrjes së asaj që e kemi mbjell, të asaj që e kemi kultivuar përgjatë një muaji. Kështu që besimtarët e Allahut, vëllezër dhe motra, përjeton në Ramazanin si fush dhe teren i një suksesi madhështor, nga se një prej fushave të suksesit në manifestimin e adhurimin dhe Allahut është pikërisht tereni dhe fusha e Ramazanit. Nëse arrim të jemi të suksesshëm në Ramazan, do të jemi me lejen e Allahut edhe në fundin e jetës tonë. Do të jemi edhe në ahiret biidhnillah, sepse një prej dëshmive kryesore dhe të drejtë për drejta se si do të jenë përfundimet tona është edhe përfundimi në Ramazan. Çdo vit që vije, ne avancojmë me lejen e Allahut. Ne po themi çdo Ramazan sikur ky Ramazan s'ka pas. Këto janë përjetime imanore, këto burojnë nga zemra. Nuk është se ka ndryshuar diçka, ti ke ndryshuar. Ramazani është i njëjtë. Është i njëjti i qiell, është i njëjta tokë, janë të njëjtat melaçe, është i njëjti Zot. S'ka ndryshim, por ne ndryshojmë pozitivisht. Prandaj përjetimet bëhen ndryshme, sepse po shpresojmë që sinqeriteti ynë po vlerësohet, po filtrohet brendia jon, edhe po qartësohet synimi ynë. Andaj lutim Allahun e Madhërisëm me na shpërblimet më të mëdha, edhe me na mundësuar me përjetu dhe shumë Ramazane të tjera me juve bashkarisht, me shëndet plot, me mirësi të panumërta, nën toksore, mbi toksore, para së gjithashtë dhe mbi të gjitha me kënaqësinë e Allahut ndaj nesh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërblet për dëgjimin.